Opozita ka dosh me rujt raportin me Shoqërit nuk shërohen pa folë për problemet e veta. Me kritikuve se se ka votu partin që ty po të pëlqena? Mu s'm pëlqen asnjë parti. Ose mu për shembull, mu, fal, Valon Syles, kujdo. E njëjta Mërgata ka votu LDK-n s'kena folë keq. Jo, po flasim sot. Po flasim sot që aty do të folë për probleme. Faktor që e ka diktuar epilog elektoral. Nëse është si të ligj ka votu opozita, e ka votu opozita dhe ja ka mundësu Mërgatës me votu, ta ndrojmë ligjin, bro. Darta ka qenë se ne bëhen edhe matjet. Vetëvendosje ka ditë që vota më e madhe e Mërgatës është për opozita, ato ishin mirë që po vinë se kanë me na votu neve, qa o botash? Ne thamë fillim se s'ka pasur s'ka të thonë. Oportunizëm, pra. Që kjo që pëthu dhe ti për poplin është e njëta gjo. Që thu që këtë poplin është i mirë, se s'do me u pasi Jo, s'ka të bëj mirë i keqë, populli ka vendos qashtu, sepse mungon një kauqë. A rrim, pra, se ka vendos poplin rrim, pajtohme me poplin. Vend që mi fajsua për partit opozitore që s'kan bo kur zhopë i fajsojnë popullin. Dogumat këshëm shumë me kësye, adrete kësat dhe emisioni pak ma ndryshe, veç dhe doguma po na mungojnë edhe me vëqume përsuar. Menoj që prej harkut kohor, prej non shkurtit derin, në prak të zgjedhjeve, ka ndodhur një frekuencë e madhe me dinamika, të cilat kanë qenë në funksion të strategjisë elektorale të VV-s. E këtyne dinamikave i ka kontribu shumë edhe opozita. Qëto dinamika ndonë se si kemi përjetu që kanë kështu një farë potenciali transformus në proces elektoral. Dhe me thonë ma sakt si kemi përjetu që kanë mundësi me ndiku kështu radikalisht në rezultatin e vetëvendosjes. Radikalisht po thëmë sepse ka pas 42 tash ka me qeveris me gjase vetme. E para, opozita përkatësisht një gjymtyre saj, kushtimisht po thëmë një gjymtyre LDK-ja, i ka refuzu 3 kërkesa të VV-s për bashkëpunim në qeverisje. Mandej, e njëjta opozit ka refuzu që me avancu në një traj të re, në një dimenzion të ri bashkëpunimin në mes vete. Dhe me thonë, kjo ka ndodhë për shkak të, unë nuk menoj si kur jo, unë menoj që ma shumë prej një farë meskeniteti. Si kush nuk mendoni, se Zoti Arifi? Po, Zoti Arifi edhe Aida. Unë menoj që për shkak të një meskeniteti, egove të liderve të partive përkace, e ka pa mundësu një blok të amën në një dimenzion të ri të opozitës. Tjetra, e njëjta opozit nuk ka ditë me artikulu defektet e kësaj qeverie. Gjithmonë e ka varë shpresin të do instanca tjera. Për shembull, një instancë është të Atlantiku, do me thonë të Amerika, jo Grenelli, jo Trumpi, jo... Edhe një shansë kër e ka pas të... Elektuar sytimet Grenelli nuk janë bërë pak bajate, se kush e përdori Grenelli, si përdoret një zyrtari lartë Amerikan... Veç kushtimisht e thash, ambasadat po, Amerika po... Si ka ardhë në kryet të PDK-s, Zotri Hamza e ka bo një vizitë në Shaba. Sa mirë! E ka bo në funksion të procesit elektorale. Jo, ata nuk... Ka qenë në herët. Opozita e pat një mundësi me... Shkoj edhe Zoti Kurti në shtator dhe... Okej, dhe edhe a e bën, Ja se bani se sa... Se qështja e pat një mundësi me artikulu një kritik të mirëfill të opozita, përkatësisht LDK-ja e morë hegemoninë e asaj kauze të energjia. Edhe ato dështoj sepse të në të kemi dhonë sfond patriotik. Jo bileti energji për Sërbisë, unë e këm pa në prizën tjetër, dhe me thonë e këm pa si një aktivitet kriminal, dhe me thonë ekonomik. Në qëta terma, urdasht me rejtemen, besoj. Tjetra, është edhe një faktor tjetër, kështu heteronom që zvarët as prej opozitës, as prej pushtetit, po është e natyrshme që ju ka ndajvesh merita pushtetit. 4 njohje ka ndodhur së fundi, dhe me thonë... Edhe në hek masat e BE-s. Tjetër, opozita që ka bo, ju ka shgënjur shpresa për mes veriut, sepse kanë mendu që me këthimin e kryetarëve të listës sërbe në veri, kanë me rënu rëfimin e Kurtit për sovranitet në veri. Janë kërkujna për atë mund. Që kjo. Tjetër, edhe një faktor që varet kerejt për VV-s është, VV-ja e ka rimodelu skenarën e fushatës prej non-shkurtit në këto zjedhe. Dhe me thonë, ka hjekë dorë prej asoj fushatës agresive, ku me përmbajtje linquse, dhe me thonë... Jo, së të thëha prej non-shkurtit në të shta 2 javë të fundit. Edhe ma heret... Por në qovë se me 2 javë bindemi që dikush që 5 vjetër si ndryshon, atëherë mjerë për këtë punë. Ka një krerë se por fushata në rrjetet sociale ka vazhdu me njëtin intenzitet. Adriatik, me non-shkurt vetëvendosje ka kërku. Ka kërku, s'ka ofru.
ka kërku 500.000 vota, do me thënë s'ka ofru kur gjë. Ka bo kërkesë të qytetarëve. Në këto zgjedhje ofroj me gjitha të diçka. Jo, kërkoj 50 e i fitoj 50. Adriati ka po veç me pak... Pak të lartë, i ofroj para, qëtu. Mirë, do të shkojmë një blok reklamash do këthejemi në pjesën e dytë shumë shpejt. Mos e largo.